Është ekstraduar nga Londra drejt vendit tonë një antar i grupit të Lajrt Haxhiut. I ekstraduari është shtetasi Lorenz Lala alias Christian Lala, Ilir Lamberti, 49 vjeç, i lindur në Lushnjë. Shtetasi Lorenz Lala është shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan, me vendim numër 691 datë 1/10/2023, ka caktuar për këtë shtetas masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale vrasje për gjakmarrje, sigurimi i kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje, kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit, grupi strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave penale nga grupi strukturuar kriminal dhe organizata kriminale. Ky shtetas dyshohet se ka bashkëpunuar me shtetasit e Lajrt Haxhia, Artan Tafani, Lulzim Spahia, Enrico Gjahysa dhe Bledar Berberi për të kryer vrasjen e shtetasit Albi Bashaliu, ndodhur më datë 27/12/2021 në Peqin. Lala ka siguruar mjetet për kryerjen e krimit, si dhe ka siguruar mjetet e transportit të grupit kriminal dhe largimin e tyre nga vendi i ngjarjes.